konferencën për shtyp e Berishës? Sonila, Berisha po ngulmon aty ku është realisht problemi. Pavarësisht se enturazhet mediatike nuk ndryshojnë qasje, më kujtohet edhe në 2015, edhe në 2017, edhe në 2021 madje kur Partia Demokratike humbe zgjedhje, pak kush shprehej që do duhet largohet Lulzim Basha kryetari, po i gjithë ky enturazh mediatik ishte një qendrim që do duhet largohet Berisha. Po unë besoj që është koha që ndalemi pak a shumë tek fenomeni i vërtet i këtyre zgjedhjeve që ka të bëjë me tjetërsimin e votës, dhe janë disa element. E para, ne kemi 3 ministrat kabinetit qeveritar të cilët kanë qenë në listë hapur që gati në total kanë marrë rreth 55.000 vota ose gati 60.000 vota, pra Blendi Gonxha, Anila Denaj dhe Ervin Hoxha, që drejtojnë superministri, duhet thonë, duke parë organika që kanë. Ne kemi 2 kryetar bashkie që kanë marrë rreth 25.000 vota, që është Agron Male dhe Tërmet Peqi, që normalisht kanë pasur mundësinë që punonjësit e bashkisë të angazhojnë dhe ato benefite që ka bashkia, sidomos pas reformës së 2015-s, kur bashkitë pra janë bërë një njësi të vetme që përfaqësojnë pothuajse gjithë rrethin, konkretisht Matin edhe Tepelenë. Kemi një sekond, Adriana dhe Basir të që nëzirë nga studio. Më njoftojnë se dëgjohet audio, një njërë do kaloj ke ju. Nga Fieri ne na vjen shembulli i fuqisë elektorale të drejtorëve të fuqishëm. Kam parasysh Ceno Klosen, një kandidat dhe frekuentues i rregullt i SPAK-ut, aty është edhe Klevis Jaj, një drejtues i rëndësishëm i institucioneve që kanë qenë nën komandën e Belinda Ballukut. Janë të dy nga rrethi i Mallakastrës, të dy kanë kandiduar në Fier dhe së bashku kanë marrë mbi 35.000 vota që mund përkthehet fare mirë në katër deputet. Ndërkohë që vime edhe tek ato të diktuar, që zoti Berisha i ka akuzuar si të diktuar nga krimi, që janë në Durrës edhe në Elbasan, konkretisht Sara Mila dhe Arken Balla. Po para se të shkojmë te Sara Mila dhe Arken Balla, ne duhet ndalemi pak, sepse zoti Berisha ngulmon te këto emra. Dhe për këtë ne na shërben dosi që kemi lexuar. Ne kemi lexuar dosin e Suelqeles dhe dilte qartë që ky, si kreu një organizate kriminale sipas SPAK-ut, diktonte gjyqtar, diktonte prokuror, diktonte edhe dosjet se cili gjyqtar do duhet i shkonin, diktonte drejtorin e policisë kriminale, diktonte drejtorit të qarkut, pra ishte një koordinator i institucioneve ligjzbatuese dhe duke marrë këtë precedent, SPAK-u Elbasanin do duhet ta kishte qark me risk, pra për të kuptuar nëse ky personazh do diktonte apo jo deputet. Dhe çfarë ndodhi? Ne nuk pam asgjë nga qarku i Elbasanit. Në gjithë periudhën para zgjedhore dhe pas zgjedhore, ne nuk pam asgjë. A do ketë veprimet më vonshme? Vetëm për të parë, ne flasim në kushte që jemi. Le të kalojmë pak në qarkun e Durrësit. Është standardi dhe precedenti ishte i gatshëm, se nga qarku i Durrësit ne na doli standardi Çyrbja. Se si grupet kriminale pra e faktuar në dosje diktuan që të favorizonin një kandidat, ta vendosin në listë, të jepnin një numër shumë të madh votash, rreth 7.000 vota. Po nga qarku i Durrësit edhe Arken Balla, personi i cili akuzohet nga zoti Berisha, ne nuk duhet harrojmë që hyri në parlament pasi u largua nga parlamenti Raman Raja. Ishte deputet i kryes, dhe është element shumë i rëndësishëm që vlen kujtohet. Kanë qenë 3 deputet të 2021 nga qarku i Durrësit që i sollën Partisë Socialiste rreth 24.000 vota, të cilët u larguan, pra Shyrgis Çyrbja, zoti Koka, edhe zoti Raja. Zoti Berisha sot kujtoi edhe për shkallëzimin e numrit votave që merr Arken Balla, nga 2500 vota dikur. Edhe në Elbasan ne kemi te kalimin e votave që kishte zoti Balla, dhe në Durrës ne kemi te kalimin e votave që kishte zoti Rama, dhe këtu SPAK-u do duhet ngulmonte që të nderonte atë 70% e qytetarëve shqiptar që pretendohet se e besojnë. Por çfarë ndodhi? Jam listoj. Akoma dhe më rënd që shumë pak u fol dhe vetëm madje në syri televizion u trajtua, që është zvarritja e urdhër arresteve për çështjen e grupit të Troplinit, pra. Urdhër arrestet kishin ardhur në shkurt, pastaj u shtyn. Kjo ka 2 elemente. Para janë zgjedhjet dhe e dyta është samiti BE-s. Ju mendoni që nëse ky operacion antimafia do kishte zbarkuar në Tiranë, pra do ishte bërë i bujshëm ky operacion përpara samitit, ju mendoni që ato atletët e bardhat e Tiranës do ishin lajm ndërkombëtar? Absolutisht që jo. Aty do flitej për të bardhën që nga Shqipëria ka destinacion tregjet europiane, dhe nuk besoj që gazetarët italianë apo gazetarët anglezë apo gazetarët belg që ishin në Tiranë do ta anashkalonin këto çështje. Dhe çfarë ndodhi? Ne jemi përballë faktit që pavarësisht paralajmërimeve, pavarësisht akuzave, pavarësisht përmendjeve nominale me emër, nuk pat jasë ndërhyrje nga ana SPAK-ut. Dhe kjo absolutisht duhet parë lidhur edhe me çështjen tjetër, që ne liderët e opozitës për gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi pasur ndyrët e SPAK-ut. Pavarësisht pesha e zotit Meta, unë besoj që është shumë më madhe se 8.000 vota nëse do kishte qenë eksponent i lirë. Se është skandaloze që Partia e Lirisë ka ndiset në 8.000 vota, po themi nga 40.000 apo nga 50.000 që kishin Tiranë. De facto është një ndërhyrje në procesin zgjedhor. Edhe prania e zotit Berisha javë për javë në dyert e SPAK-ut, pa llogaritur periudhën prej 331 ditësh që do duhet kishte qenë në organizimin në terren, pasi është krijuar një forcë politike që është kryesorja në opozitë, është një ndërhyrje. Edhe ajo zotit Mediu, pavarësisht peshës së tij elektorale që mund të ketë, prania e tij
për vite me radhë në dyert e SPAK për një çështje që është gjykuar një herë dhe vijon të gjykohet dhe të mbahet zvarr. Pra, liderët e opozitës që bëhen pengesë, u bëhet prit nga ana e SPAK-ut për t'u angazhuar ose përdor kapacitetet e tyre maksimale në procesin zgjedhor. Nga ana tjetër, amnistimi i grupeve kriminale, amnistimi i përdorimit të aseteve shtetërore, ne përfjerin Piran gjatë syrit televizion e denoncuan se si operonin me lista dhe me emra konkret. Sot e kësaj dite dim që u vënë në lëvizje, por nuk kemi rezultat konkret. Dhe çfarë na ndodh? Na vijnë raste sporadike, sikurse është i nën kryetarit të Bashkisë SPUK, zoti Dues Huma, sikurse. Ja, sot i jap tani